Kjo është një sakrificë e përkohshme. Është thënë gjatë ditëve të fundit se Kosova po importon energji nga Serbia, duke ju referuar gabimisht rrjedhave fizike të energjisë në linjat e transmetimit mes Kosovës dhe Serbisë. Mafia energjetike ballkane dhe mund të ekzistojë, e ta ketë selin në Beograd, por asnjë institucion i Republikës së Kosovës nuk ka asnjë raport ose kontakt ose lidhje me ta. Dua të adresoj edhe disa dezinformata që kanë qarkulluar gjatë ditëve të fundit, që nuk ka pasur asnjë moment kur Keku ka prodhuar 0 megavator, ose që Kosova në ndonjë moment ka qenë në kolaps energjetik, siç është raportuar nga disa. Të dashur qytetar, ne kemi sfida të sektorit energjetik, sepse siguria jonë e furnizimit varet nga termocentralet 62 e 42 vjeçare, sepse nuk janë bërë kur rehabilitime të tyre. Një arsye pse që nga prilli nuk kemi në funksion të gjitha bloqet, është sepse për herë të parë në termocentralin Kosova B po i modernizojmë turbinat dhe rrjedhimisht bloku B2 është jashtë funksionit për të kryer këto operime për gati 6 muaj. Kjo është një sakrificë e përkohshme, por e domosdoshme dhe duhet ta bëjmë tash, sepse nuk e kam bërë me kohë kur çmimet e importit kanë qenë 3 fish më të lira. Po thuhet ndër të tjera që këto janë remonte të rregullta që po bëhen në termocentralin Kosova B e që janë bërë gjithmonë. Kjo nuk është e saktë. Këto po bëhen për herë të parë. Janë bërë intervenime të vogla, qindra tender, që kanë kushtuar në total mbi 1 miliard euro që kanë shkuar në termocentralet tona, mirë po kur nuk janë bërë rehabilitime dhe modernizime të tilla siç i kemi filluar tani. Kohëve të fundit kanë qarkulluar edhe një sër dezinformatash në lidhje me importin e energjisë elektrike në Kosovë. E para, është thënë që importi gjatë 4 viteve të fundit është rritur në mbi 3000 gigawatt orë. Këto shifra janë thjesht të pasaktë, figura e saktë tregon që importi në Kosovë ka qenë prej dikun rreth 1000 deri në rreth 1500 gigawatt orë e jo mbi 3000 siç është thënë. Unë nuk e di se nga po i marrin këto informata. Është thënë gjatë ditëve të fundit se Kosova po importon energji nga Serbia, duke ju referuar gabimisht rrjedhave fizike të energjisë në linjat e transmetimit mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, kushdo që din veç pak për sektorin e energjisë, e ka parasysh që tregtimi në linjat mes Kosovës dhe Serbisë është i bllokuar që nga pavarësimi energjetik i Kosovës në vitin 2020. Nuk kam folë ma herët për këtë se është aq pa lidhje e aq e pa bazë sa që nuk më është dukur e denjë që ta them. Fatkeqësisht nuk po ndalen disa duke e thënë, prandaj veç dua ta them thjesht qartë. Mafia energjetike ballkane dhe mund të ekzistojë, e ta ketë selin në Beograd, por asnjë institucion i Republikës së Kosovës nuk ka asnjë raport ose kontakt ose lidhje me ta, as shoqëror, as biznesor, as kurfare. Është absurde që të kem nevojë ta them këtë duke qenë se ata që akuzojnë e flasin nuk kanë jo një fakt, po asnjë fije fakti për atë që thonë. Prej tyre nuk mund të pritet të jenë korrekt, prandaj po ju los juve si përfaqësues të medjave dhe qytetarëve të Republikës Kosovës që të mos i merrni të mirëqena të gjitha deklaratat që i dëgjoni e që i lexoni, por të referoheni informatave zyrtare nga institucionet dhe kompanitë përgjegjëse. Dëgjova që sot në konferencë për medje pas ka pasur deklarata se kek pret që në tender të ketë 6 ofertues. Këtë gjë unë e dëgjova për herë të parë dhe nuk e di nëse kjo është e saktë. Në pyetjen time ndaj Kekut, përgjigjja e tyre ishte kjo. Procesi i prokurimit për rehabilitimin dhe modernizimin e njësisë A3 është i menaxhuar përmes platformës zyrtare të e-prokurimit, e cila nuk lejon çastjen e informacion mbi numrin e ofertuesve deri në momentin e hapjes zyrtare të ofertave. Prandaj çdo deklaratë publike se janë 6 operatorë ekonomik që kanë ofertuar, në këtë fazë, jo vetëm që është teknikisht e pamundur për të verifikuar, por përbën shkelje të parimeve të konfidencialitetit, konkurrencës së ndershme dhe integritetit të procesit të prokurimit publik. Ministria e Ekonomisë kërkon llogari nga deklaruesja për burimin e kësaj informate dhe fton organet përkatëse që të verifikojnë nëse ka pasur ndonjë rrjedhje të dhënave apo çësje të paautorizuar në sistemin elektronik të prokurimit.